Falëndërime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ad-dunya mata. Dunjaja është përjetim, është knatësi. Wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Dhe tha, knatësia më e mirë, lumturia, përjetimi më I mirë I kësaj dunjaje është gruaja e ndershme. Kjo është realiteti I kësaj dunjaje. Përjetime ko pas kohe. Mirë, për të gjitha këto përjetime dhe knatësi që I kemi në këtë botë janë kalimtare, janë të rastit, janë të shkurtra, nuk janë afatgjate. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e knatësia më e madhe është gruaja e ndershme. Gruaja e ndershme. E çish është gruaja e ndershme? Çish është gruaja e devotshme? Çish e definoi ndryshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë grua, e cila është knatësia më e mirë e kësaj dunjaje? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gruaja më e mirë është ajo e cila kur ta shikosh të gëzon, kur ta urdhërosh të dëgjon, të respekton, dhe kur nuk je prezent me të, ajo ta ruan nderin dhe pasurinë. Ajo ta ruan nderin dhe pasurinë. Kjo është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjithë neve, që me e pas një jetë të lumtur. E ata që janë të martuar e din se çka do me thonë me I pas një grua apo bashortja e tij këto tre cilësi. Veç kur ta shihsh me të gëzuar. Vetëm kur ta shihsh me të gëzuar. Kështu Allahu subhanahu wa taala I ka përshu hyrit në xhennet. Uruban atraba. Uruban, grua e cila të shpreh dashuri, të shpreh respekt, shpreh nënshtrim. Grua e cila kur ta shikosh të gëzon, pa I thënë kur gjë, pa të thënë kur gjë, veç kur e këshyll. E për me qenë kështu një grua, duhet me pas natyrshmërinë e gruas. Jo sikur pjesa e madhe për fat të keq e grave në zamanin ton që kanë marrë tipare burrore, që kur flet me ta çon mallin sikur me fol me një burr, jo me një grua. Kur flet me ta çon mallin se I du fol me një burr, jo me një grua. Do më thonë, investimet e jo besimtarve, të cilët Allah na ka treguar edhe në Kur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum. Ata vazhdojnë që luftojnë juve, që t'ju largojnë prej fejës tuaj, e feja e njeriut është komplet jeta e njeriut, komplet sistemi Allah subhanahu wa ta'ala, ata bëjnë investime maramense që me jahub grua së të tiparet e të qendrit grua, me e bo burë, apo me parolat të ndryshme të drejta e barabarta, e drejta e gruas edhe kështu me radhë. Këto mas mirë këto e rregulla I ka caktuar Allahu në Kur'an. Mas mirë këto rregulla I ka caktuar Allahu në Kur'an. Në qoftë se një gjenerat neve na ka ik, po tham, kjo gjenerata jon, mendoj që kjo gjenerat ka ik me burra me gra. Bilet mundohemi, për shkak se gjeneratat e nanave tona dhe gjysheve edhe tutje, s'bot muhabet. Po të mundohemi mas fakti, gjeneratat e fëmijëve tanë mos na ikin. Të mundohemi që të edukojmë fëmijë, djemë dhe vajza, dhe secilit ta din në rolin e vet. Mos t'i edukojna vajzat tona që kur shkon te burri mu bo komandant, po kur shkon te burri mu bo e nënshtruar, e dëgjueshme dhe respektueshme në e burrit. Me ja tregu vajzave tona deri ku e kanë kufinin, deri këtu. Ma shumë zguzon me shkue, se ki drejt nga ana Allahut subhanahu wa taala. Në moment kur vajza del prej këtij sistemi, kur ta këshyrish më nuk gëzon. Se ta çon mallin që të këshir një burr, jo një grua. E pejgamberi sa stem tha,
Tipari i parë, cilësia e parë, kur ta shikojsh të gëzon. Kur ta urdhërojsh të ngon. E kur ta urdhërojsh çish të ngon, në gjenerat e reja e dina se çish na ngojnë. Ose me tretën, ose me të pestën herë. Me të parën s'ka shanca. Me të parën herë s'ka shanca. Me tretën, eventualisht me të pestën herë, kur ti thush se ka do punë tjera për me realizua. A ka ndodhë kjo të nënat tona, apo të gjyshet tona, ato që i kanë nënat gjallë, edhe prindërit gjallë të shpia, le ta shikon situatën, kur i thot baba nanës për diçka, a i thot ajo, që, hajtë se e bëj, edhe e banë mas 5 orë, apo qotë e banë me njerë punën, qëka do të shkodhë me po punë ajo? Që ka rast ndoshta me e qonë burin 2 natës, pi gjumi e që me bo një kafe për pik qefi, domaqinë me pite shpia, 2 natës qotë, ajo pi gjumi, i lënë sytë, e banë kafën, ja servon kafën e bje me flejt apet. Kjo së ndodhë me gjeneratën e rej. Të gjeneratën e reja është e kundër ta. Burat i vejsin grata, do kafe me pi, helvet. Jam të shku të në banjë, dhe në kuzhina, do me të pruk diçka për atje, helvet, mos për të hatë, se nuk gudzojmë na me i qunë kuzhinë. Se mu qu pishtrati, me shku të në kuzhinë, me pruk diçka, ja prish këtë hesapin, ja prish. E pejgamberi se tha, kur ti urdhërosh, të respektojnë, të ndëgjojnë, i nënshtrojnë fjallës të ndë. Dhe tha, dhe kur nuk je prezent, ta arrujnë nderin dhe pasurin. Ta arrujnë nderin dhe pasurin. E lusim Allahun, që Allahu të mundëson besimtar dhe kësi gra. E lusim Allahun që Allahu ato gra që si kanë këto tipare cilësi, Allahu t'i përmison dhe t'i zbukuron me këto cilësi. Për shkak se janë privilegj, janë mirësia më e madhe që Allahu mund të më ia dhënë një gruaje. Sendi më i madh, sendi më i madh, më i mirë që Allahu mund të më ia dhënë një gruaje pas Islamit është me ia mundsu asaj me qenë dëgjueshme ndaj burrit. Kjo më e madhe. Më element, ju thot ka lidhje me këtë. Sendi më i mirë pas njohjes së Allahut, falës namazit, agjerimit, këto obligime që ne ka bëu Allahu, pas kësaj sendin më të mirë që Allahu ja mundson një gruaje, është Allahu me ja mundsu me ngu burin. Allahu me ja mundsu me respektu burin. Kjo më e mira. Pse? Për shkak se xheneti i saj është tonë. Xheneti i saj është në pyetje këto. Sendi më i mirë, pas obligimeve të cilat janë meselet janë kufër dhe shirk, tauhidi, namazi, kështu me radhë. Obligimet që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Sendi më i mirë që Allahu ja mundson burrave, cila është respektimi i prindërve. Pse? Po xheneti është aty pyetja. Për shkak se xheneti është pyetja atje te respektimi i prindërve. E xheneti i gruas ku në pyetje? Te respektimi i burrit, te dëgjimi dhe respektimi i burrit. Ka thënë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, shira Omer ibn Khattabi edhe sahabët çish e kanë kuptuar të qendrit bashkëshortë të dikujna. Ka thonë, këshireni se për kanë po e robroni vajzën tuaj. Këshireni mirë se për kanë po e robroni vajzën tuaj. Do me thonë, Omer ibn Khattabi kër e ka qu qikën e vetë nuse, se ka qu komandant të ushtrijës. As komandant shpijes, e ka qu rob dikun e gjë. Nuk është rob, kuptimi e fjallës rob, ajo veç që ushtrijën edhe ajo du të me ndëgju dhe respektua. E tash varsisht, ato që janë të sprovu, Allah mos na sprovu kur me burg, ato që kanë qenë burg, na kanë tregua, edhe i kemi pa, varsisht i burgosri, çfarë sjellë ka, çashtu edhe komandanti aty sillet, apo? E Omer ibn Khattabi tha, keni kujdes për kanë e burgosni. Edhe komandanti i burgut, edhe i burgosit me qenë të kujdesshëm, do të me ditë ku e kanë kufin. E lutem Allahu që Allah të mëson gjendjen tonë. Kjo është vetëm një për kujtim. Wa subhanakallahumma hamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.